Po. Sparit kërkues pak për vonesën, sepse ishim në terren për inaugurimin e 2 terreneve, kështu që pak vonesë për këtë rast. Përshëndetje të gjithëve. Do mirë se keni ardhur në mbledhjen e asamblesë përgjithshme të shoqatës komunale të futbollit Shkodër. Siç dihet, midis 2 asambleve, kësaj tani dhe të kalumes, ka ndodhur një humbje e madhe për komunitetet e futbollit në qytetin tonë, ndarja nga jeta e të mallit të Sabavizi. Kontributi i Njerit Sabavizi është shumë i madh për futbollin shqiptar dhe trashëgimia e tij futbollistike do të mbetet për jetë frymëzi për brezat e ardhshëm. Juftoj që të ndërrojmë kujtimin e tij dhe të mbajmë 1 minutë heshtje. Presim qoftë kujtimin e tij. Zotin Ahmed Xhaferi, antar i Komisionit të Verifikimit për të verifikuar pjesëmarrjen e antarëve dhe delegatëve në këtë asambleë. Nderuar zoti kryetar, ose familjen, nderuar antar, miq kolegë, nderuar zoti president i Federatës Shqiptare të Futbollit. Ju falenderoj për prezencën tuaj në asamblenë e përgjithshme të shoqatave delegatëve të futbollit Shkodër. Ju raportoj se nga verifikimi i kryer pranë sekretariatit pjesëmarrës të asambleje janë 17 nga 21 antar të shoqatës. Sipas njoftimit të dërguar me datën 19/2/2025, i asamblesë është kryer në përputhje me statusin e konforma fatëve të përcaktuara. Në përputhje me nenin 28 të statusit, secili antar ka një delegat për çdo 100 lojtar të licencum. Bazuar në sa më sipër, Asambleja Përgjithshme e Shoqatave Rajonale të Futbollit Shkodër e datës 6/3/2025 duhet të ketë 26 delegat, për të cilët siç thamë janë prezent 21 dhe Asambleja mund të vijojë normalisht. Sukses. Faleminderit zotin Xhaferi. Të nderuar antar, të nderuar profesorë Federatës Shqiptare të Futbollit, të nderuar zoti president. Ju falenderoj gjithë për pranimin tuaj sot në Asamblenë e Shoqatës Rajonale të Futbollit Shkodër. Me qenë se kemi ndërë dhe privilegjin që punimin e kësaj asambleje, i ndjek nga afër presidenti i Federatës Shqiptare të Futbollit, dua që në emrin tim dhe të Shoqatës Rajonale dhe të gjitha shoqatave ta përgëzoj arritjet e futbollit shqiptar në arenën kombëtare dhe ndërkombëtare, profesionalisht në ato ndërkombëtare, për vitin që ne lam pas dhe i urojmë suksese në organizimin e 2 aktivitete shumë të rëndësishme që Federata Shqiptare e Futbollit do të organizojë në vendin tonë, siç është kampionati U17 që zhvillohet këtë vit dhe kampionati evropian për U21 që zhvillohet në vitin 2027. Duke sjellë ndeshje në nivelit shumë të lartë dhe duke ofruar një mundësi shkëlqyer për zhvillimin e talenteve të ri, por edhe për në aspektin ekonomik dhe social dhe turistik. Organizimi i këtij kampionati do të rrisë njëshëm vizibilitetin e qytetit, duke të rreshë vizitorë dhe tifozë nga gjithë Evropa, çka do të përkthehet në një shtys për bizneset lokale, industrinë e mikujtjes dhe promovimin e pasurive kulturore dhe historike të Shkodrës. Ky event do ta vendosë Shkodrën edhe më fuqishëm në hartën e destinacioneve sportive dhe turistike evropiane, duke bërë atë një qendër të rëndësishme për futbollin, promovimin ndërkombëtar të Shqipërisë. Këto kompeticione, përveç se na bëjnë krenar që të zhvillohen në vendin tonë, janë edhe një motiv shumë i madh për të gjitha shoqatët, ekipet dhe fëmijët që të merren me futboll. Tani kam kënaqësinë që të jap fjalën presidentit të Federatës Shqiptare të Futbollit,
Zotit Armando Duka për përshëndet punimet e asamblesë. Mirëdita dhe njerë, është kënaqësi për mua që t'jem sot në këtë mbledhje të rëndësishme të shoqatës rajonale të Shkodrës, në asamblen ligjore. Ju falenderoj për ftesën, në njëjtën kohë duhet falenderoj për kontributin tuaj gjatë vitit 2024 për zhvillimin e futbollit të Shkodrës. Duhet falenderoj kryetarin e shoqatës Laze Matia për drejtimin e suksesshëm të shoqatës për vitin 2024 dhe uroj që të njëjtën gjë ta bëjë në vazhdim bashkë me lehtësinë mini administratën që ka shoqata rajonale në Shkodër. Dihet që asambleja është organi më i rëndësishëm i një shoqate, pavarësisht se le të themi në mënyrë plenare lidhet një vit, por ajo funksionon edhe gjatë vitit. Sot në rendin e ditës ju keni miratimin e pasqyrave financiare të vitit 2024, një pikë shumë e rëndësishme për të qenë transparent në ato fonde që ka shoqata, çdo antar të di deri në detaj, dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme për të qenë i qëndrueshëm dhe për të besuar në aktivitetet apo objektivat e saj. Një pikë tjetër e rëndësishme është buxheti, padyshim shumë e rëndësishëm sepse do të vendosim për se si do të përdoren financat në vitin 2025, çfarë objektivash kemi, çfarë strategjish kemi dhe si do ta ndihmojmë më shumë zhvillimin e futbollit të Shkodrës. Shoqata rajonale e Shkodrës është një nga shoqatat më të rëndësishme për faktin se ka një numër të konsiderueshëm futbollistësh, për faktin se ne kemi bërë dhe 2 inaugurime të 2 ambienteve sportive sot në Juban dhe në Shtoj, dhe e kam thënë dhe aty sepse këtu ka lind futbolli, dhe kjo është një gjë e rëndësishme që këtu ka lind futbolli, dhe jo vetëm futbolli i djemve, sepse fatkeqësisht deri para 15 vitesh në Shqipëri futbolli është konsideruar një sport mashkullor, por ai nuk është një sport mashkullor, por është për gjithë, por këtu ka lind edhe futbolli i vajzave. Kështu që detyrimet dhe vëmendja jonë është akoma më e shtuar për rajonin e Shkodrës. Gjithashtu edhe në nivelin profesional, Vllaznia ka një ekip i cili konkuron tashmë në nivele të larta, madje për pretendan për titull kampion apo synon për titull kampion në 2025, dhe në vitet e fundit kampion apo jo kampion aty ka qenë, që e bën domethënë futbollin gjën më të rëndësishme të qytetit. Duke qenë që mora fjalën për të përshëndetur ju dhe për t'ju falendëruar vërtet për 2024, unë mendoj që ne në 2025 duhet që të kemi disa objektiva, apo duhet mendoj për të përmirësuar disa gjëra për të realizuar qëllimet tona. E para, që ne duhet kemi një numër shumë më të madh futbollistësh. Sot në shoqata rajonale garojnë, stërviten 1100 futbollistë, nga cilët vetëm 20 vajza. Për popullsinë që ka Shkodra, për dashurinë që ka Shkodra për futbollin, padyshim që ne duhet pretendojmë të kemi 5 fishin e këtyre numrave, qoftë për djem dhe për vajza akoma më shumë se 5 fishin. Për ta realizuar këtë duhet përveç dëshirës, promovimit, marketimit, duhet 3 kolona kryesore. Duhet infrastruktura, trajnerë të zot dhe materialet sportive. Ne trajnerët e zot besoj se i kemi, sepse shkolla e Federatës Shqiptare të Futbollit është një nga shkollat më të përparuara sot në Europë, trajnon dhe licencon trajnera për çdo vit, të gjitha niveleve nga C-ja deri në Pro. Niveli i tyre është i kënaqshëm, nuk them që është më i miri në Europë, por është i kënaqshëm. Materialet sportive ne jemi e vetmja federat, mund të them në botë, që ne sigurojmë për çdo fëmijë, mjafton që ai të ketë pasion, mjafton që prindit e tij na e besojnë neve. Ne i japim nëpërmjet fondeve të federatës, padyshim nëpërmjet shoqatës, bazën materiale dhe topa.
pika më kryqare mbetet infrastruktura. Ne vërtet mund të kemi ndryshuar diçka, por për atë që don Shkodra duhet shumë akoma më shumë. Kështu që për ta ndryshuar këtë do duhet një bashkëpunim akoma shumë i mirë me pushtetin vendor, duhet një bashkëpunim akoma më i mirë me bizneset private për të ndërtuar fusha të reja. Fatkeqësisht në të gjithë pothuajse shumica aplikimeve që ne na bën sepse si quhet dini ne kemi një projekt të 100 fushave me objektiv për ndërtuar 100 fusha për stërvitjen në Shqipëri, qoftë artificiale apo natyrale, realisht ne rekomandojmë natyrale. Por duke qenë base pak dembela shumica kërkojnë artificiale, dihet që natyralja është më e mirë, është më e vështirë për të mbajtur, pastoze të tjera me radhë, por megjithatë ne nuk kemi vënë kushte, pra kemi objektiv për të bërë 100 fusha. Aplikimet kryesisht vinë për rekonstruksione. Ne nuk duam të bëjmë rekonstruksione. Ne duam të bëjmë fusha të reja sepse për këtë ka nevojë futbolli. Për këtë ka nevojë të që kemi më shumë fëmijë, duhen më shumë fusha. Tash kemi inauguruar një fushë vogël sot që cila nuk ka vetëm thjesht, nuk mund ta quajmë thjesht një projekt sportiv, por më shumë se sa sportiv, një projekt social në Juban, në Shënapremte. Kemi inauguruar një fushë stoj, kemi disa projekte, po që akoma nuk po i finalizojmë, siç është për shoqatën Shkodra të profesor Piraniqit, apo të rikonstruksionin e Zmianit, por duhet dim që me që kemi dhe aktivitetin, do vetëm ne e kemi humbur, le të themi, zhvillimin e Europianit 2017, U17 për 2025 në Shkodër, sepse Shkodra nuk ka një fushë natyrale që të plotëson kriteret për të stërvitur ekipet që do vinë. Vetëm arsye është kjo, asnjë tjetër, sepse ka stadiumin, pothuajse nga më të mirë, mund të rendis të dytë në Shqipëri, ka hotele, ka infrastrukturë, ka rrugë, gjitha, mungojnë fushat natyrale. Ne nuk duhet ta bëjmë një gabim për 2027 për ekipet e 21 vjeçare, duhet ndërtojmë patjetër fusha natyrale. Kemi një projekt minimalisht për ta shtuar, Luedi Gimi nuk erdhi këtu, në të njëjtin kompleks ku u inauguru sot fusha artificiale të shtojmë një natyrale, por edhe projekte tjera do të kishim më shumë dëshirë për të ndërtuar fusha natyrale, se unë mendoj që edhe vllaznis vetë do t'i duhet. Albania ka përcaktuar një zonë në cilën ne mund ndërtojmë një kompleks tjetër, jemi të gatshëm që të investojmë në çdo lloj kompleksi sipas kritereve dhe kushteve që ne kemi vendosur. Ne nuk mund të financojmë. Nuk është realisht detyra e Federatës së Futbollit të ndërtojë infrastrukturë, por kjo është si ajo që askush nuk e ka marrë përsipër këtë gjë dhe ne jemi të detyruar ta bëjmë sepse ne dhe ne jemi më shumë të interesuar për zhvillimin e futbollit në vend. Por ne financojmë çdo lloj fushë trajnimi në bashkëpunim me çdo lloj njësie vendore, biznes privat, çdo që tjetë mjafton që tjetë fushë futbolli, nuk kërkojmë asnjë drejt, as pronësie dhe asgjë, mjafton që fusha të vënë në dispozicion të fëmijëve dhe ne t'i shtojmë atë. Nuk duhet zgjatem më, po pra mbase duhet shtojmë një gjë tjetër. Dy gjërat mendoj që ne, sepse strategjia e zhvillimit të federatës apo futbollit ka qenë që organizimi i shoqatave që vërtet ka filluar të ecë, siç është edhe shoqata juaj apo edhe në shoqata të tjera. Por objektiva, strategjia dhe objektivat janë akoma më shumë, që shoqata duhet prodhoj mjete financiare për veten e vet, gjë që akoma nuk e kemi. Prodhosh mjete financiare, unë nuk them që prodhoni 100% buxhetit tuaj, sepse sot buxheti juaj financohet 100% nga Federata e Futbollit, por duhet të prodhohet një pjesë e buxhetit dhe mundësit janë, sepse futbolli është lojë e dashur në përgjithësi në gjithë botën, gjithë Shqipërinë, por kryesisht në Shkodër. Pra këto dy gjëra ne duhet i kemi parasysh për të përmirësuar shumë dhe që kemi akoma më shumë futboll. Dhe në fundit prodhojmë akoma më shumë futbollistë cilësor për vllaznisë, Albani Mostri tani duke menduar nëse mund të jetë pretendent për kampion evropë, të ketë aq shumë futbollistë që të jetë gjithmonë në aty për ta pretenduar. Edhe një herë unë ju falenderoj për ftesën, ju falenderoj për gjithë kontributin dhe punë, ju uroj shumë suksese
vitin 2025 në vazhdim të objektivi kryesor që ne kemi sa më shumë futbollistë, sa më shumë fëmijë që i bashkohen lojës tonë, sidomos vajzat. Nuk kemi bërë progres me vajzat, gjithë duhet të vejmë objektiv, madje shoqata duhet të vejë objektiva, do të thënë për gjithë shoqatat anëtare, për djemë dhe për vajza, për të rritë numrin e futbollistëve. Ju faleminderit dhe uroj punimet mbara të asamblesë. Në periudhën midis dy asambleve, shoqata rajonale e futbollit shkollor ka organizuar një sër aktivitetesh dhe ndeshjesh për gjitha moshat, duke përfshirë kategorinë nga U9 deri tek U17, futbollin e vajzave dhe atë në shkolla. Shoqata jonë ka qenë aktive në organizimin e projekte të rëndësishme si Playmaker, kampionati shkolla për vajza, si dhe në zhvillimin e stërvitit të vazhdueshme të turneve të përfaqësuese rajonale për vajza dhe djemtë. Përkatësisht, në kategorinë e dytë të moshave morën pjesë 70.000 ekipe me rreth 1.100 fëmijë futbollistë, vajza dhe djemtë, duke zhvilluar 960 ndeshje. Në kategorinë e parë dhe në kategorinë superiore të moshave morën pjesë 14 ekipe me rreth 450 futbollistë, duke zhvilluar 350 ndeshje. Në total për vitin që ne lëm pas, kanë marrë pjesë 85 ekipe me 1.550 futbollistë, të cilët zhvilluan në total 1.310 ndeshje. Një aspekt i rëndësishëm i punës së shoqatës tonë ka qenë edhe ndërimi i figurave të rëndësishme të futbollit në rajonin tonë, për cilën arsye kemi organizuar kupën për nder të një futbollisti të njohur të Vllaznisë, Lek Koçobashi. Në bashkëpunim me Shkolla Sport Event kemi organizuar 3 turne të rëndësishme mbarkombëtare, siç është Shkolla Summer Cup në qershor, vizitë Shkodra Trophy në shtator, Kupa Autoktonës me rastin e festës së pavarësisë së Shqipërisë. Në këto aktivitete morën pjesë një numër shumë i madh ekipesh, 100 ekipe me rreth 1.300 fëmijë nga mbarë të rreth shqiptare dhe me Gjerku zhvilluan 250 ndeshje. Bazuar në këtë statistika, vret një rritje të ndjeshme në numrit të fëmijëve të përfshin në aktivitetet tona fal punës së mirë të gjitha shoqatat dhe mbështetjes së madhe të Federatës Shqiptare të Futbollit nëpërmjet projekte Uniforma ime dhe Tropi im. Gjithashtu shoqata jonë ka parë së domosdoshme forcimin e bashkëpunimit me kolegjiumin e arbitrave, gjatë cilin kemi pasur problem në vite, problemin me arbitrimin në ekipet e moshave, për të rritur numrin e arbitrave dhe për siguruar trajnimin e tyre të vazhdueshëm. Falë mbështetjes së Federatës Shqiptare të Futbollit, në këtë sezon është shtuar pozicioni i koordinatorit të arbitrave, ndërsa në pozicionin e sekretarit kishim edhe fatin që përzgjollëm një arbitër të Superligës, Jetmir Podgorica, gjatë cilën na ka ndihmuar sidomos te pjesa e arbitrit të ri. Objektivi ynë kryesor mbetet rritja e numrit të fëmijëve, vajza dhe djemtë që angazhohen në futboll dhe përmirësimin e infrastrukturës si një element kyç për zhvillimin e tyre. Një nga sfidat më të mëdha për rajonin tonë mbetet mungesa e fushave të përshtatshme për stërvitje dhe ndeshje. Aktualisht kemi një fushë me bar artificial, realisht sot u bë inaugurimi edhe fushës së dytë, është një problem shumë i madh, sepse duke ditë problematika që ka edhe zona jonë që është një kohë gjatë që ka edhe rreshje, na ka vështirësuar shumë punën në terren për aktivitetet e ekipit, por veçanërisht edhe të përfaqësuesve rajonale. Shoqata ka bërë përpjekje të vazhdueshme për të bashkëpunuar me pushtetin vendor në mënyrë që të krijojë kushte të mira për futbollin e bazës, sidomos për ndërtimin e fushave me bar artificial. Edhe pse deri tani nuk është arritur një zgjidhje konkrete, ne do të vijojmë të angazhohemi për ta bërë realitet këtë projekt. Në këtë rrugtim, mbështetja e Federatës Shqiptare të Futbollit, bashkëpunimi i ngushtë me shoqatat anëtare dhe puna palov vëllëgjellëve ka qenë vendimtare. Jemi optimist se me këtë frymë bashkëpunimi do të vazhdojmë të zhvillojmë futbollin e bazës në rajonin tonë, duke ruajtur dhe pasuruar traditën shkëlqyer sportive që Shkodra ka trashëguar ndër vite. Kjo është një pjesë e aktivitetit realisht të shoqatës. Janë disa statistika që sidomos me kampionatet që shoqata organizon, por shoqata ka edhe aktivitete tjera dhe projekte tjera realisht. Një ndër këto që duhet të përmend është edhe regjistrimi i këtij vit në mas ose gjitha ekipet dhe gjitha shoqatat në fëmijëve në sistemin komet. Fillimisht ne kishim problematika, me thënë vërtetën, sepse edhe
hezituan shoqatat dhe ekipet që ky projekt mund të ndikojë shumë për vonesën e fillimit të kampionatit, por me punën e mirë dhe me bashkëpunimin që patëm me shoqatat, ky projekt u vënë zbatim dhe sot pothuajse gjitha shoqatat, gjitha ekipet kanë fëmijë të regjistruar, i shohin ndeshjet online në sistemin e federatës, aplikacioni që federata ka, dhe po themi kemi arritur një standard shumë mirë që po të bash një krahasim vetëm infrastruktura ndoshta gjendën të dëshuar pak sepse janë të organizuar ndeshjet pothuajse si të kategorisë superiore edhe në futbollin e bazë që duhet të falenderoj këtu bashkëpunimi i mirë me shoqatat dhe puna e mirë nga trajnerët. Me drejt presidenti ngriti edhe problemin e numrit të pak të vajzave që në shoqatën tonë kemi aktualisht me moshët e vogla, por ky problem është edhe në fakt edhe me moshët e mëdha, por disi më i vogël, sepse është ky brezi që ka pas një motiv më shumë ndoshta për më marrë me futboll, e them edhe kemi rrit këtë numër, por realisht është numër shumë i vogël, sidomos për qytetin tonë, por edhe në Shqipëri. Sot kemi vetëm ekipin e Urbanit që ka një ekip moshësh, kemi ekipin e Vllaznis, edhe te Laçi që ishte atletiku nuk funksionon ekipi moshë, është një problem shumë i madh që ne për të ardhmen tanë bashkë, sepse kjo nuk është se ne mund të diskutojmë sot këtu, edhe mund të zgjidhim, por kemi ngjerë ajo që nuk kanë infrastrukturë, realisht është problem i madh sepse nuk mund të stërviten vajzat për shumë arsye në ato ambiente që janë pa përshtatshme, kështu që hezitimi ka qenë ndoshta edhe nga shoqatat, edhe nga vetë puna jonë që kemi pa një sfidë pak të vështirë, por në të ardhmen, sidomos viti që vjen, duhet të jetë detyrim për gjitha shoqatat, sidomos këtë që kanë numër të fëmijësh, që nëse s'arrin me bën një ekip në mosha të ndryshme, aty ku lejon edhe rregulloria e federatës, edhe FIFA-s ose UEFA-s të futen fëmijët, sepse kemi një model shumë mirë që kena marrë për disa shoqata këtu, kena bashkimin si model që ka marrë 45 lojtarë, ka aktivizuar me djerë në mosha të ndryshme dhe sot ato janë futbollistë realisht. Prandaj nuk është vetëm të formojmë ekipet ekstra të vajzave, por edhe mixt aty ku lejon deri te mosha U14 që lejon FIFA dhe UEFA. Patjetër që ne jemi detyruar me bashkëpunu me pushtetin vendor për të mirën e sportit, ne kemi shtrenjtë dorën e bashkëpunimit për infrastrukturën, por vështirësia shumë e madhe sepse ne si shoqat bëjmë ato përpjekje maksimale, por buxheti, mundësia e shoqatës është vetëm ato që afron Federatën Shqiptare të Futbollit. Ligji i sportit që flitet në të madhe dhe asgjë deri në këto momente nuk është konkrete, ju përshtasim deri bizneseve, por indiferentizmi këtu na shumë i madh, pa mundësia aty ne, sepse nuk ka shkollaj të futbollit, ku nuk i marrë më parë, prandaj janë një sër komplekse që ne jemi munduar për të zgjidhur që të kena edhe burime financiare përveç ato që federata akordon për ne, por vetë një punë e vazhdueshme që ne të bëjmë atë presionin e duhur për mirën, për infrastrukturën edhe për burimet financiare, sepse jo gjithmonë është federata do të ketë mundësi që të investojë kaq shumë. Por federata jo për të bërë loshe, por ne shohim edhe nga ajo kudo që nuk ka asnjë federatë që i ka mulu me bazë materiale, ekipet fëmijë me topa, shtoktue edhe se nuk u theksu edhe më përpara dhe trajnerët tani janë të gjithë janë të pajisur me uniforma, kështu që është një standard shumë i mirë, por me të problem infrastruktura. Ne do të bëjmë pamujtje si shoqat, tanë bashkë, ta bëjmë të presionin për mirë që jo për veti, por për fëmijët e rajonit tonë, të bëjmë më të mirë që ajo histori, kjo traditë e mirë që qyteti jonë ka, brezat e më përpara që na kanë lënë, na motivojnë më shumë që këtë traditë ta pasqyrojmë më tepër. Edhe herë duhet ju falenderoj të gjitha shoqatat për kontributin që keni dhënë gjatë këtij sezoni. Falenderoj përsi Federatën Shqiptare të Futbollit edhe presidentin që gjeti kohën edhe sot të njeh punimin e kësaj asambleje. Patjetër që është një motiv i madh për ne, për gjithë komunitetin, kur presidenti vjen dhe inkurajojmë të gjitha shoqatat për kontributin e dhënë. Faleminderit edhe. Një tjetër janë një ditë shumë e rëndësishme është edhe miratimi i pasqyrave financiare të shoqatës renale, të cilat paraqisin gjendjen kontable të llogarive dhe shpenzimeve së të ardhur janar 31 dhjetor 2024. Transaksionet bankare, si dhe pasqyrimin e aktive nga fillimi e ekipeve, si dhe fondet të ardhur nga Federata Shqiptare të Futbollit, të cilat kanë qëllim rritjen dhe zhvillimin e futbollit moshë në zonën rajonale të futbollit. Materialet i keni të gjitha aty.
Gjithashtu janë dërguar të gjitha anëtarëve në datën 24 i vitit 2025. Janë pasqyrat financiare që gjithë i keni të materialet e asamblejës që dërguar në email të gjithë shoqatave. Ju ftoj që ta përmirëtimin e pasqyrave financiare. Kush është dakord? Kundër? Abstenim? Faleminderit. Mirëtim pasqyrë financiare që sa shëndet. Pikë tjetër e ditë është mirëtimi i buxhetit për vitin 2025. Në materialet e dërguara janë paraqitur parashikime të detajuara në zëra për projekt buxhetin e shoqatave renale të futbollit Shkodër për vitin 2025. Ndërsa në vijim, shkollimisht po ju jap disa detaje e komentet për zërat kryesore të kësaj pasqyrie financiare. Ju ftoj ta mirëtojmë buxhetin për vitin 2025. Ju lutem kush është dakord? Kundër? Abstenim? Faleminderit. Mirëtojmë buxhetin për vitin 2025. Një pikë tjetër që është e rëndësishme është edhe zgjedhja e delegatëve që do të përfaqësojnë shoqatën renale, shoqatë në Asamblejën e Federatës Shqiptare të Futbollit. Ne nga numri i tyre është siç u tha janë 2 delegatë, është kryetari që shkon në pavotim, është edhe një delegat tjetër që do dalin nga votimet. Për këtë delegat janë propozu zoti Alfred Pjetri, që është nga Vllaznia, shoqata futbollistike Aga, Tribuni, edhe shoqata Vllaznia Femra. Rudi Pirani që përvojë nga futbolli Shkodër, klubi futbolli Shkodër, Alit Mani nga Shpresa për të ardhmen. Janë 3 kandidatura që kandidojnë për një pozicion për delegatin shoqatave e Asamblejës së Federatës Shqiptare të Futbollit. Ndërkohë që votimin bëhet i hapur. Kush është dakord? Okej. Kundër ka abstenim? Si mos janë të alfabetik, është zoti Alfred Pjetri që do të votohet për po duhet sqaroj që çdo delegat ka vetëm një ndër vote, janë 3 kandidatë, vetëm një herë mund të tashin. Si mos janë alfabetik është Alfred Pjetri i parë që do të fundë votim. Kush është dakord për zotin Pjetri? Se me konsensus Se me konsensus për një shkollë si problem. Ka vendosur një E vendosme. Po vendos për tjetër. Në që ishë 3 kandidatura. Me konsensus. La me konsensus. Okej, atëherë. Mirë dot, nga një zoti Pjetri për delegat në Asamblejën e Federatës Shqiptare të Futbollit. Në Asamblejën e Ashme do të marrin pjesë nga shoqata, kryetari i shoqatës Lazo Matia dhe zoti Alfred Pjetri, i sjellën unanimisht nga shoqatat. Shpika fundit e rani ditë, kanë bërë ndryshimin e rëndësishëm që është në prej poshtë apo e ndjenës logos shoqatës renale të futbollit Shkodrës. Siç e dini, ne kemi nisur një proces modernizimi të logos tonë duke ruajtur traditën dhe pasionin për futbollin për një industri të përshtatshme atë në zhvillimin e reja. Pas konsultimit me anëtarët e shoqatës kemi krijuar një version që ruajt element historik, por është më modern, më i thjeshtë për të identifikuar vetëm i përshtatshëm për zhvillimin në uniforme, materiale promovuese dhe platformat digjitale. Ky ndryshim synon të forcojë identitetin dhe pranimin tonë në futboll.
duke reflektuar me qartë vlerë dhe misionin tonë. Për kryer ky proces dhe për të organizuar ndryshimin e emblemës, kërkojmë rendimin tuaj nëpërmjet votës. Nëse të mund bëhet në ndryshimin bugjetar si logoja e shoqatës. Kundra? Abstenit? Faleminderit, mirë, ato logoja e shoqatës në kodër. Ishte edhe pika fundit e remedit. Në qoftë se kush në një anë kanë diskutimin e gjanë. Është remedit. A mundem e që disha Po më në shpani. e përshëndet gjithë, unë parëndoj president supervizim kam që më të S'ke që vendon aty? Ja, Mund ka? ja, Po vjetë këtë? thjesht me ju informu që dini që në shtator ban 20 vite nga krijimi i ekipit të Jobanit, futbollit femrave, dhe do kisha pas dëshirë që të mendoj të nga shoqata, ndoshta nga federata, unë do të organizoj diçka. Po me pjesëmarrjen të yllim, ndoshta mbështetjen duhet të bëjë një tip organizimit për të kujtuar këtë datë. Patjetër, se ti në shoqata pavarësisht i marrë kryesisht në futbollin e vajzave, jenë në shoqatat vjetra, por them se 20 vite, kështu që shoqata mbetet bashkëpunuese me ty dhe me gjithë anëtarët, kështu që në ditë vazhdim do të komunikojmë edhe më afër që të bëjmë të vendosur një çfarë veçantë, sepse është një histori media dhe historia e klubit dhe ekipit, kështu që patjetër do të shkojmë të organizojmë diçka të bukur, sepse edhe në shtetet e tjera si kemi për çdo event që mendohet për më në shërbim të anëtarëve tonë. Atëherë që nuk ka diskutime tjera, ju falenderoj gjithëve për prezencën këtu dhe për ata që kemi marrë në shërbimin e futbollit. Dhe dalim sipër se kena identifikuar drejt kanë bashkët në fatin e tyre. Falenderoj.